Përshëndetje për gjithë, të nderuar anëtarë të Këshillit Prokurorial, të nderuar partnerë ndërkombëtar, të nderuar përfaqësues të mediave dhe përfaqësues të shoqërisë civile, të nderuar të pranishëm. E hapi takimin 297 të Këshillit Prokurorial të Kosovës. Më lejoni që fillimisht të konstatoj quorumin, ashtu siç po shihni, të gjithë anëtarët janë prezent. Ju e keni marrë agjendën dhe materialet me 3 pika të rendit të ditës, por para se të kalojmë në procesin e votimit të rendit të ditës, unë kam një propozim që në rend të ditës të vendoset edhe autorizimi i drejtorit për përfaqësimin e Këshillit para Gjykatës Kushtetuese, si dhe dërgimin e komenteve lidhur me njoftimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës, me numër reference 612, 4 fraksion 26, fraksion DRLSA. Si dhe propozoj që kjo të trajtohet si pike 3 të rendit të ditës, ndërsa pika 3 tek ndryshmet pra të kalojnë në pikën e 4 të rendit të ditës. A ka ndonjë propozim tjetër dikush lidhur me rendin e ditës? Nëse jo, kush është për miratimin e këtij propozimi fillimisht? Gjithë janë për, kundër nuk ka, abstenim nuk ka. Konstatoj se Këshilli Prokurorial me 7 vota për, asnjë kundër, asnjë abstenim miratoi propozimin. Kalojmë tek miratimi i rendit të ditës në tërësi, me këtë plotësim ndryshim pra. Kush është për miratimin tani të rendit të ditës në tërësi? Gjithë janë për, kundër nuk ka, abstenim nuk ka. Konstatoj se Këshilli Prokurorial i Kosovës me 7 vota për, asnjë abstenim, asnjë kundër, e miratoi rendin e ditës për këtë takim. Pika 2 të rendit të ditës është shqyrtimi i ankesave për procesin e emërimit të kryeprokurorit të shtetit. Ashtu si gjithë e dini, paneli vlerësues për emërimin e kryeprokurorit të shtetit me datën 1 korrekt 2026 ka mbajtur intervistat për pozitën e kryeprokurorit të shtetit, ku pas përfundimit të intervistave me datë 2 korrekt 2026 të gjithë kandidatëve konform linjës 16 të rregullorës në fjalë pra numër 07/2024 për emërimin e kryeprokurorit të shtetit dhe kryeprokurorëve të prokurorive të Republikës së Kosovës, paneli vlerësues ju ka dërguar vlerësimin e tyre lidhur me pointimin përfundimtar nga gjithë anëtarët e panelit vlerësues të anonimizuar, si dhe pointimin individual të anonimizuar, të dhënë nga secili anëtar i panelit vlerësues, së bashku me arsyetimin për secilin kategori pointuese, duke njoftuar edhe për të drejtën ankesë jo më vonë se 3 ditë pune pas miratimit të njoftimit, ashtu siç e parashë rregulloria në fjalë. Brenda afatit ligjor, Këshilli Prokurorial i Kosovës ka pranuar një ankesë nga kandidati Adhej Dema, të cilën për ta referuar ja kaloj fjalën zëvendës kryesuesit të Këshillit Prokurorial, zotit Dardan Vuniqi. Urdhëro zoti Vuniqi, fjala për ju. Faleminderit shumë. Nderuar kryesuesi i Këshillit Prokurorial, u krye prokurori i shtetit, drejtori i sekretariatit, të nderuar kolegë media dhe ju të pranishëm. Kandidati për kryeprokuror të shtetit, prokuror në prokurorinë speciale zotëria Adhej Dema, i brenda afatit ligjor në Këshill ka paraqitur ankesën, citoj, për shkak të mosbashkëtimit të dispozitave të ligjit në aspektin procedural dhe material, si dhe pointimi në kundërshtim me arsyetimin. Ai në të njëjtën ankesë i propozon Këshillit Prokurorial që këtë ta aprovojë në tërësi, si të bazuar dhe të merr vendim që të njëjtën ta kthej tek paneli vlerësues, i cili brenda 5 ditë ta shqyrtoi pjesën e vlerësimit ankimor. Po e citoj ankesën. Në ankesën kandidati thekson se përkundër shkeljeve të tjera eventuale, në këtë ankesë lëshohen vetëm për sa i përket vlerësimit individual, për më tepër ky vlerësim nuk është i mbështetur në fakte konkrete dhe nuk përmban arsyetim të mjaftueshëm që justifikon një konkluzion të tillë. Përdorimi i shprehjeve të përgjithshme si njohuri të pjesshme dhe përsërit veten pa identifikuar pyetjen konkrete në përgjigjet përkatëse apo mundësitë specifike në trajtimin e çështjeve profesionale nuk e përmbush standardin e një vendimarrje të arsyetuar dhe të verifikueshme. Tutje thotë se gjatë intervistës kanë demonstruar njohuri të plota mbi legjislacionin e fuqi, praktikën gjyqësore, kompetencat institucionale që lidhen me funksionimin e kryeprokurorit të shtetit. Përgjigjet e mia ka qenë të strukturuara dhe të orientuara drejt thelbit të pyetjeve. Në disa raste jam rikthyer të njëjtat parime ose koncepte. Kjo ka ndodhur për shkak të ndërlidhjes së pyetjeve dhe nevojës për të theksuar bazën ligjore të përgjigjeve dhe jo si pasojë e mungesës së njohurive apo aftësive për të elaboruar. Për më tepër, komisioni nuk ka evidentuar asnjë pasaktësi juridike, interpretim të gabuar të ligjit apo mungesë të njohurive profesionale, që do të mbështeste vlerësimin se posedoj njohuri të pjesshme. Mungesa një analize konkrete e bën këtë vlerësim subjektiv dhe të pamjaftueshëm sipas tij.
në përputhje me parimet të ligjshmërisë, objektivitetit, transparencës dhe arsyetimit të vendimeve administrative, kërkoj që ky kriter të rishqyrtohet mbi bazën e performancës reale të demonstruar gjatë intervistës e që vlerësimi të mbështetet në fakte konkrete të dokumentuara dhe të verifikueshme. Koncept dokumenti është hartuar në mënyrë të strukturuar duke trajtuar elementet thelbësore që lidhen me ushtrimin e funksionit të kryeprokurorit, përfshirë vizionin strategjik, objektivat e prioritetet institucionale dhe masat konkrete për realizimin e tyre. Përsëritja e disa parimeve ose objektive nga ana ime në pjesë të ndryshme të dokumentit nuk përbën mungesë të njohurive profesionale, por pasqyron ndërlidhjen funksionale të prioritetet dhe nevojën që integrohen me kapituj të ndryshëm të dokumentit. Komisioni nuk ka identifikuar se cilat pjesë të koncept dokumentit dëshmojnë njohuri të pjesshme, të cilat çështje profesionale janë trajtuar në mënyrë të paplot, cilat janë ato që ndikojnë në cilësinë e dokumentit. Mungesa e një arsyetimi konkret e bën të pamundur verifikimin e saktësisë dhe vlerësimit dhe shqyrtimin e tij objektiv. Lidhur me vlerësimin e komisionit aftësitë menaxheriale, kundërshtoj konstatimin e dhënë, pasi ai nuk mbështetet në një analizë konkrete të përmbajtjes së koncept dokumentit e as argumentim të mjaftueshëm dhe justifikueshëm për pikat e dhëna. Koncept dokumenti paraqet një vizion të qartë për drejtimin e institucionit ose për të identifikuar objektivet strategjike, prioritetet e matshme dhe masat konkrete për përmirësimin e organizmit, koordinimit dhe rritjes efikasitetit, llogaridhënies dhe transparencës. Dokumenti trajton gjithashtu çështjet që lidhet me planifikimin e buxhetit, me planifikimin strategjik, menaxhimin e burimeve njerëzore, monitorimin e performancës, vlerësimin e bashkëpunimit institucional, të cilat përbëjnë elemente thelbësore për aftësinë menaxheriale. Megjithatë, komisioni nuk ka specifikuar se cilat aspekte të aftësive menaxheriale janë vlerësuar si të pamjaftueshme, të cilat mangësi janë evidentuara, mbi cilat kritere objektive është bazuar ky vlerësim. Në arsyetëm i përgjithshëm pa referenca konkrete ndaj përmbajtjes së koncept dokumentit, nuk përmbush standardin e vendimarrjes së arsyetuar dhe nuk mundson verifikimin e ligjshmërisë dhe objektivitetit të vlerësimit. Për këto arsye, kandidati në fjalë kërkon që vlerësimi të rishqyrtuar duke bazuar në përmbajtje reale të koncept dokumentit dhe kritereve të përcaktuara në proces, si dhe në pikë që të vlerësohen në mënyrë të drejtë, objektive dhe të arsyetuar. Kjo është pjesa e ankesës së kandidatit për kryeprokuror shtetit. Lidhur me pretendimet e mungesës së arsyetimit dhe vlerësimit koncept dokumenti, ankuesi nuk ka arsyetuar mjaftueshëm vlerësimin e koncept dokumentit dhe në bindjen time nuk qëndron. Nga pikat e marra nga ankuesi dëshmohet se komisioni e ka vlerësuar atë si dokument me cilësi të lartë dhe e ka njohur përmbushjen e shumicës dërmuese të kritereve të përcaktuara. Vetë fakti se nuk janë akorduar pikët maksimale nuk nënkupton se kandidati nuk ka qenë i detyruar të identifikojë dhe të arsyetojë në mënyrë të veçantë secilën pikë të bazuar ose secilin element për cilën nuk janë dhënë pikë të plota. Lidhur me pretendimin e vlerësimit koncept dokumentit, bazohet në gjykim profesional të komisionit, i cili ushtron diskrecion dhe atë dhe diskrecion teknik brenda procedurave të përcaktuara në vlerësim. Ankuesi nuk ka identifikuar ndonjë kriter konkret të vlerësimit që është zbatuar në kundërshtim me aktet përkatëse dhe as nuk ka prova se komisioni ka bërë gabim material në vlerësim. Pretendimet e tij mbeten në nivel të pakënaqësisë me rezultatin e arritur dhe nuk paraqesin argumente që të ta vënin në dyshim ligjshmërinë ose objektivitetin e procesit të vlerësimit. Bazuar në nenin 17, paragrafi 3 të rregullorës përcaktohet: ankesa nga kandidati duhet të mbështetet në prova. Në referim të kësaj dispozite, ankesa e pranuar nga kandidati nuk ka të bashkangjitur as edhe një provë, për çka anëtarë tjerë të Këshillit do të mund të vlerësonin pretendimet ankimore. Po ashtu, bazuara në praktikën e Këshillit, respektivisht në kundërshtimet e trajtuara në mbledhjen e 260 të Këshillit Prokurorial të Kosovës për pozitat për kryeprokuror të prokurorive, mosparaqitja e provave siç kërkohet me rregullore, konsiderohet si jo e plot dhe e pamundur të verifikohen faktet ankimore si në rastin tonë. Andaj, bazuar në konstatimet të theksuar, pavarësisht që ankesa është paraqitur brenda afatit ligjor, prokurori Dema nuk i bashkangjitur ankesës prova mbështetëse, siç përcaktohet me nenin 17, paragrafi 3 rregullores nr. 07/2024 për emërim të kryeprokurorit të shtetit dhe kryeprokurorit të Republikës Kosovës, e ndryshuar e plotësuar me rregulloren 07/2026. Për më tepër, në rrethonat e rastit konkret,
kandidati është vlerësuar me 89.3 pikë dhe është i renditur i dyti në listë përfundimtare të kandidatëve, duke përmbushur pike pragun minimal prej 70 pikësh të përcaktuara në rregullore për rekomandim në këshill. Rrjedhimisht, ai vazhdon të jetë pjesë e procedurës së rizgjedhjes, do të nënshtrohet procesit të votimit në këshill së bashku me kandidatë të tjerë të rekomanduar, pavarësisht nëse ankesa miratohet apo refuzohet si e tillë. Në këtë kontekst, ankesa nuk përmban ndonjë sqarim konkret lidhur me efektin juridik që kandidati synon të arrijë përmes saj. Përkatësisht nuk specifikon se në çfarë mënyrë pretendimet e ngritura dhe nëse do të konsiderohen së të bazuara do të ndikonin në rezultatin e procedurës së rekomanduar. Duke qenë se rregulloria e përcakton se çdo kandidat që arrin të paktën 70 nga 100 pikë i rekomandohet Këshillit për votim, ndërsa kandidati në fjalë ka tejkaluar këtë prag tashmë dhe është pjesë e listës së kandidatëve të rekomanduar. Ankesa nuk argumenton se cili është interesi juridik konkret që është cënuar, apo çfarë ndryshimi procedural apo material kërkohet të realizohet përmes shqyrtimit të saj. Unë me vete kam një vendim nga takimi i 260 i datës 27 dhjetor 2024, ku pikërisht për të njëjtat argumente Këshilli Prokurorial i Kosovës ka refuzuar ankesën e një kandidati në mungesë të provave. Përveç se në atë kohë kandidati nuk ishte kaluar pragun e nevojshëm prej 70 pikëve. Andaj në cilësinë e referuar, bazuar në analizën e thokë të ankesës dhe të rregullores për zgjedhjen e kryeprokurorit, rekomandoj që e njëjta ta refuzon ky këshill i nderuar. Faleminderit. Faleminderit zoti Buniçi për elaborimimin e detajuar të kësaj ankese, të njëjtën të gjithë anëtarët e kanë dhe të njëjtën e kam shqyrtuar edhe vetë. Atëherë po hapi për diskutim nëse dëshiron dikush ta marrë fjalën lidhur me diskutimin rreth kësaj ankese. Faleminderit kryesues, nderuar anëtar të Këshillit. Siç e dini, unë kam pas një qendrim publik sa i përket procesit të zgjedhjes së kryeprokurorit, cilat publiku i gjeri din që nga takimet e kaluara. Megjithatë, pas pranimit të rendit ditës për këtë takim, leximit dhe analizimit me kujdes të kundërshtimit të kandidatit dhe krahasimit me intervistën e kandidatit, vlerësoj se është tërësisht i bazuar dhe i themelt. Do të ishte edhe më e lehtë për neve si anëtar të Këshillit nëse me kohë do të na sigurohej edhe kopja e vlerësimit të kryer nga paneli. Se përket barës provës, të cilën e përmeni kolegu Dardan, konsideroj që është duke u bërë një interpretim i gabuar, sepse kandidati, po jo vetëm ky, po edhe kandidatë të tjerë në procedurat e avancimit apo zgjedhjes nuk kanë se si të sigurojnë prova dhe nuk ka çfarë mbështesin. Kështu që Këshilli sipas detyrës zyrtare konsideroj që se përket barës së provuarit, kur kandidatët nuk dorëzojnë ndonjë dokument me të cilat mbështeten pretendimet e tyre, në rastin konkret i kemi 3 shtylla të cilat duhet bazohemi. Në një është vlerësimi kryer nga paneli, cilin nuk e kemi sot para vetes, e dyta është intervista që është e qasshme edhe për gjithë publikun dhe aty mund të shihet më së miri performanca e gjithë kandidatëve, po lidhem me kandidatin që është anku, veçanërisht për pjesën e tij, edhe e treta është kundërshtimi. Mbi këto baza mendoj se mundemi me dalë në një konkludim dhe në një vlerësim më të saktë. Faleminderit. Dikush tjetër dëshiron ta marrë fjalën? Kolegu Dardan, po ordo. Faleminderit shumë. Të njëjtën ne kemi planuar në email dhe me që unë kam qenë referues, kam kërkuar edhe dokument të shtesë, edhe besoj që edhe në ankesën unë nuk kam arrit ta kuptoj se cili ka qenë interesi juridik i kandidatit në këtë fjalë. Çka ka kërkuar, çka ka dëshiruar të ndryshoj, nga se të drejtën të cilin tashmë ka kërkuar e ka të fituar, madje e ka të fituar në nivelin goxha tenalt. Kështu që mendoj që diskrecioni i komisionit ka qenë në përputhje me rregulloren e fjalë. Unë e thash ato që thot rregulloria në 17 paragrafi 3. Ankesa nga kandidati duhet të mbështetet në prova. Nuk kemi as edhe një provë, ankesën e kemi pranë vetes me gjithë respektin dhe konsideratën. I kam dëgjuar dhe intervistat pas publikimit të tyre. Nuk mund të shohim tutje vetë se nuk kemi interes juridik të argumentuar se çka dëshiron të ndryshohet edhe në rast që aprovohet apo refuzohet një ankesë e tillë. Nga se ajo që për cilën është atakuar kjo akt, ajo drejt tashmë është e fituar. Po ashtu, u referova takimit 2 vit të
260 të Këshillit Prokurorial të Kosovës, përzgjedhur në kryeprokurori, të njëjtin kemi qenë pjesëmarrës edhe ne bashkërisht, e kemi trajtuar ngjashëm me rastin e sodit, prandaj unë qëndroj që në rekomandimin tim që e njëjta të refuzohet. Sepse nuk do të ndryshon themel qoftë edhe nëse miratohet kjo. Faleminderit, Dardan, ka dikush që dëshiron ta marrë fjalën? Kolegu Nderuar anëtar të Këshillit, para se Këshilli Prokurorial të lëshohet në vlerësimin e ankesës dhe të merr vendimin lidhur me çështjet pretenduesit në ankesë, unë dëshiroj të ngrej dy çështje sipas pretendimeve të ankesës para këtij Këshilli. Nuk e kam të qartë, më shumë po e bëj këtë për shkak të rezultatit të qartësisë të procesit dhe pretendimeve të ankesës në dy aspekte. Pretendimin konkret, sipas formulimit pretenduesi, ishte që ka tash bara provës normal që është te Këshilli, si shprehet, thotë ka një uri të si thotë atë, pa mjaftueshme. Mjaftueshme, edhe disa pika mjaftueshme. Ja, aty në ankesë është të pjesme, fal, po. Të pjesme. Po. Më intereson dy aspekte. Aspekti i parë. Sa është kandidati me ankesën e tij lidhur me pretendimin e tij, a ka mundësi ai në bazë të arsyetimit, cilin nuk e di a ka pas ose ka pas, me ditë arsyen pse ju kanë zbrit pikët pse është i poentuar mbi bazën e këtij arsyetimi, siç thot ai. Dhe e dyta, mbi bazën e arsyetimit që ka dhënë komisioni lidhur me kandidatin dhe rastin konkret, më intereson ushtrimi i kontrollit efektiv të Këshillit në vlerësuarinë e këtij lishmërinë e këtij vlerësimi. Tash, zoti Zemërs kryesues thotë që nuk ka ofru prova. Unë nuk lëshohem në atë, sepse ne nuk kemi pa asnjë dokument nga apo arsyetim lidhur me atë se çfarë ka bë komisioni. As nuk lëshohem në punën e komisionit. Komisioni ka kryer punën e tij profesionale. Mirë po, a ekziston ky formulim në arsyetimin që është dhënë nga ana e komisionit? Kjo më intereson më shumë. Si pyetje po e bëj. Urna, kolegu Dardan Urna. E para është, a ekziston ky formulim në formularin e vlerësimit, po quaj formulari i vlerësimit, dhe a ka arsyetim lidhur me atë çka është pretendimi i ankesës. Kështu, nderuar ushtrues detyre i kryeprokurorit të Shtetit. Pika parë thotë mos zbatim të dispozitave të ligjit në aspektin procedural dhe material. Dhe kandidati askund nuk gjen që kemi shkelje procedurale as në aspekt procedural as material të ligjit. Është pretendim ankimor të cilin ju e keni pranë vetes dhe e keni pranuar në email. E dyta, thot poentimi, kandidati thot që ka pranuar, por që ai nuk pajtohet me arsyetimin, e që mendoj që pastaj është çështje subjektive, çështja se sa ai pajtohet se ju. Mbi bazën e asaj që unë kam parë, edhe poentimi, shkelje procedurale nuk e janë evidentuar madje as prej tij, duket më shumë se është marrë si shabllon kjo forma e ankesës shkelje procedurale në aspektin e ligjit procedural dhe material. Megjithatë, këtu nuk argumentohet dhe nuk kam gjetë. Kandidati veç shpreh pakënaqësi pse është bërë pjesëshëm ose pse nuk është arsyetuar më gjatë, që mendoj që është në kuadër të diskrecionit të komisionit dhe konsideroj që puna është bërë në mënyrë profesionale. Kaq. Faleminderit. S'kam. Kush tjetër me marr fjalën, me diskutu? Mirë, nëse nuk ka, atëherë, kush është për miratimin e kësaj ankese të zotit Adedema? Një,
është për. Kush është kundër miratimit kësaj ankese? 1, 3, 5 janë kundër, abstenim? 1 abstenim. Konstatoj se Këshilli me 1 vot për, kundër ishin 5 dhe 1 abstenim, konstatoj se Këshilli vendosi që ta refuzoj ankesën e kandidatit Adle Edema. Pikë e tretë e rënit të ditës është, siç e ceka më lart në fillim të këtij takimi, autorizimi i drejtorit për përfaqësimin e Këshillit para gjykatës kushtetuese. Ju njoftoj se Këshilli Prokurorial me datë 7 korrik 2026 ka pranuar njoftimin e gjykatës kushtetuese të Republikës së Kosovës me numër reference 612 4 fraksion 26 fraksion DRLS-A lidhur me kërkesën e paraqitur nga zoti Blerimi Sufaj, me cilën na është kërkuar dhënia dokumenteve, andaj duke qenë se për përfaqësues ligjor ne kemi drejtorin e përgjithshëm të sekretariatit, propozoj që i njëjti të na përfaqësojë edhe në gjykatën kushtetuese lidhur me këtë rast. A ka dikush që dëshiron ta marrë fjalën? Është diçka që kemi bënë të kaluamën, na gjithmonë jemi falendërues drejtorit për punën e mirë që ka bënë kuptimin e përfaqësimit, prandaj po shfrytëzoj rastin këtu ta falenderoj. Nëse fundi kishim edhe një rast tjetër që po ashtu është inicu nga pikërisht drejtori me autorizimin e këtij këshilli në gjykatën kushtetuese ku edhe është fitu si një rast i tillë. Besoj se rasti është publik edhe të gjithë kanë pas qasje në atë rast. Nëse nuk është dikush që dëshiron ta merr fjalën, atëherë kush është për autorizimin e drejtorit për të përfaqësuar Këshillin Prokurorial të Kosovës si dhe për dërgimin e komenteve në rastin e referues 612-4 thyje për 26 thyje për DRLS-A? Për janë të gjithë, kundër nuk ka, abstenim nuk ka. Konstatoj se Këshilli me 6 vota për, asnjë kundër, asnjë abstenim, autorizon drejtorin e përgjithshëm të sekretariatit zotit Sami Strefi për ta përfaqësuar Këshillin Prokurorial të Kosovës si dhe dërgimin e komenteve brenda fatit ligjor në rastin me numër reference 612-4 fraksion 26 fraksion DRLS-A. Kalojmë te pika 4 e rendit të ditës. A ka dikush ndonjë çështje të cilën do ta dëshironte ta ndante për ta diskutuar te kjo pikë? Nëse jo, të nderuar anëtar të Këshillit Prokurorial të Kosovës, të nderuar të pranishëm, konstatoj të mbyllur takimin e ditës së sotme. Faleminderit që ishin prezent.